një pacient i Burgut, i cili për një kalkulozë ureterale do të intervenohesh në repartin e urologjisë në shërbimin e rojes. Pacienti sa më pa, më tha, doktor tha, ju mushë sytë me lota, doktor tha, unë maj me dhe nga hera parë, unë të jem shumë sinqert, nuk e kujtoja, ta më ke thënë tha që edhe pse je me policë, po themi, i shoqëruar nga policët e Burgut, dhe s'ke si familjar këtë dera, sot familjarët e tu jemi ne. Kështu që çdo gjë do ta ndajmë bashkë dhe do të përpiqemi që të na shkojë situata sa më mirë tjetë e mundur. Këto fjalë pas këndshtanun zotërisë, i cili teksa i thoshte edhe një herë, ju mushë të lot jam prekja zakonisht shumë, sepse në fakt një pjesë e rasteve pikante sigurisht vinë dhe nga kjo kategori, të cilët për një arsye apo për një arsye tjetër kanë përfunduar në, po themi, institucionet e edukimit apo në, po themi, në situata të tjera, por gjithsesi janë njerëz. Janë njerëz dhe madje janë më fragjilet e mundshëm, më të thëshmet e mundshëm, më të prekshmet e mundshëm, sepse tashmë nuk kanë më asnjë njeri këdera. Imagjinoni t'ju shoqëroj, po themi, forca e policisë apo policët, dege mjeku që ju të kryeni shërbimet dhe mas ndërhyrjes ju prapë do të transferoheni në qelinë pra ku ndodheshin.